Përshëndetje shenja e peshores, kush po mendon për ju? Kartat që më ranë janë kalorësi i kupave, ark i vol dhe ata do të kthehen. Ju lutem, kini parasysh se interpretimi nuk mund të rezonojë me të gjithë. Duket se personi që po mendon për ju ka energjinë e kalorësit të kupave, pra është dikush emocional, romantik, shpesh i dhënë pas ndjenjave, madje ndonjëherë idealist. Ky person mund të ketë qenë dikur shumë i afërt me ju dhe ka ndjenja të papërfunduara. Karta ark i vol tregon se kjo marrëdhënie ka pësuar një fund, ndarje apo një periudhë heshtjeje. Mund të ketë qenë një mbyllje e dhimbshme ose thjesht një distancë e krijuar pa shumë fjalë. Gjithsesi, në mendjen e tij ose të saj, kjo mbyllje nuk është përfundimtare. Karta ata do të kthehen e konfirmon qartë që ky person po mendon të rikthehet ose e ndjen të fortë dëshirën për të kontaktuar me ju. Ka një ndjesi pendese, mallëngjimi ose mungese që e shtyn drejt jush emocionalisht. Pra, unë do të thoja se dikush nga e kaluara juaj, ndoshta një ish partner ose një lidhje e lënë pezull, po mendon për ju me mall dhe me ndjenja. Ai ose ajo është një person me energji të ndjeshme dhe romantike, që mund të ketë vuajtur pas ndarjes apo distancimit. Në zemrën e tij ose të saj, mbyllja nuk ka qenë fundi. Mendimi që dominon është rikthimi. Paçim.